Dhe tani, të dashur bashkëdhëtar dhe bashkëdhëtare, ka ardhur koha ta dëgjojmë Albin Kurtin dhe t'ja japim fjalën. Faleminderit. Kom prish plan? Shumë zet mrena, shumë zet jashtë, shumë zet në Kosovë, shumë zet në Zvicër, pulsin e kemi të njëjtë, 1-1-6. E pra, të dashur bashkëdhëtar, pulsi është po ai që ishte me 28 dhjetor. 1-1-6. Pulsi është po ai 1-1-6 si kurse me 28 dhjetor. Ju e mbani mend që me 28 dhjetor viti ri erdh nja 30 më herët se sa viteve të kaluara, e si vjet vera vjen nja 2 javë më herët se sa që shkruan në kalendar. Pra, vera vjen me 7 qershor, po kjo verë po ndjehet qysh më pranverë. Dhe atë jo vetëm në Kosovë, po edhe këtu në Zyrich, në Zvicër, e ju faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq madhështore e të përzemër. Milioni t'ju falenderoj të gjithë të dashur bashkëdhëtar, nga do që jeni me priardhje nga Kosova, Shqipëria, nga Presheva, Medvegja, Bujanoci, nga Shkupi, Kumanova, Gostivari, Kërqova, Tetova, Struga, Manastiri e Ohri, nga Ulqini e Tivari, nga Tuzje, Malsia, nga Plava e Gusia, dhe na keni bërë bashkë duke nda kohën tuaj të vlefshme, dikush ndoshta kohën e pushimit, dikush të punës atë studimit, dhe jam mirënjohës sa thuhet për këtë mbështetje të vazhdueshme të cilës i kam borxh gjithçka. I kam borxh gjithçka për shkak se na keni mbështetur në kohë të vështira. Na keni mbështetur në situata të rënda. Atëherë kur është dukur gjendje e pashpresë. Por ju asnjëherë nuk e keni lënë lëvizjen vetëvendosje dhe lëvizja vetëvendosje asnjëherë nuk ju lë juve. Në zgjedhjet e 9 shkurtit vitit kaluar, me pulsin 116, i grumbulluam gati 400.000 zemra. Me 28 dhjetor, me pulsin 116,
u bëm bash gati 500.000 zemra. E tash me 7 qershor, me pot njëjtin puls, 116, 116, leti kalojmë shumë 500.000 zemra, se nëse nuk ju dalin boll 51.1%, atëherë le t'i bëjmë 60% e ma shumë. Të dashur bashkëdhetar, programi ynë që vjen nga vizioni ynë është punë për qytetarin, mirëqenje për familjen dhe mbrojtje e shtetit e lartësim i kombit tonë. Qeveria jonë ka qenë e do tjetë shërbim për publikun kurse si privilegj për pakicën. Investimet tona krijojnë shtet e qytetarë të sigurt dhe shoqëri e familje të begat. Ky mandat është për të kthyer fuqishëm sigurinë dhe mirëqenjen në përditshmërinë e qytetarit, investimet dhe prodhimtarinë në zakonin e ndërmarrësve tonë. E rishpërndarjen sociale nga rritja jonë ekonomike nuk e shohim si barë për zhvillimin, por pikërisht si karburant të saj. Duke e shpërndar rritjen ekonomike, e kemi zvogluar varfrin dhe pabarazin dhe e kemi rritur kërkesën agregate në ekonomi, e cila mëtej e ka shtuar qarkullimin e bizneseve dhe rritjen e më tutjeshme të ekonomisë. Ne nuk subvencionojmë pasurin, por punën që e krijon pasurin. Jo rezultatet e veçanta private, por mënyrën universale publike. Prandaj, në 4 vjeçarin e ardhshëm, do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane, të cilat do të shërbejnë si hipotek për të garantuar investimet private në fabrika e në prodhim. Kjo është mënyra se si vëmë në funksion burimet tona natyrore dhe fuqinë tonë punëtore. Do ta themelojmë bankën zhvillimore, projekt i cili tani më është negociuar me bankën botërore për ta mbështetur zhvillimin industrial dhe ndërmarrjet prodhuese. Të dashur qytetarë, buxhetin vitin 2021 e kemi gjetë 2.4 miliard. Si vjet është për 2/3 më i madh, 4 miliard euro buxhet. Dhe jo vetëm kaq, kur e kemi marrë qeverisjen tonë, papunësia ka qenë afër 26%, e tash ka ra më pak se 11%. Pra, kur e kemi marrë qeverisjen, çdoj 4 i ka qenë pa punë. Tash pas 5 vjetë qeverisje, as çdoj 9 nuk është i pa punë. Dikur s'ka pas familje pa dikët punësuar. E tash edhe 2 familje nuk dalin për ta gjetë një të papunësuar. Prandaj kjo është qeverisja e mbar e mirë, demokratike e vetëvendosjes me partin Guzo, me partin Alternativa dhe me partin Shqiptare Demokristjane të Kosovës. Dhe jo vetëm që është zvoglu shumë pabunësia, por janë rritë edhe pagat, edhe në sektorin privat, edhe në sektorin publik, por më pak se 5 vjetë pagat janë rritë parafërsisht 50%. Ne kemi dëshmuar që kur s'ka korrupsion, ka zhvillim dhe liri që përkthehet në paga më të larta e mirëqenje për gjithë. E përparimet tona të brendshme, gjithashtu
na e kanë lartësuar reputacionin edhe jashtë. Pasaporta e Republikës Kosovës nga vendi 121, që ka qenë para 5 viteve, në vitin e kaluar në rang listë botërore erdhi në vendin 57. Pra nga 121 në 57. Dikur kemi lëvizur në 40 shtete pa viza. Tash në 81 shtete përfshirë Schengenin, u hoq regjimi vizave, u liberalizuan vizat dhe po ashtu u hoqën edhe masat e pa drejtat Bashkimit Evropian, për cilën na kanë akuzuar e na kanë sulmuar shumë. E na e dim, dashur bashkëdhetar, që ambasada jonë kryesore, ambasadori ynë kryesor jeni ju. Prandaj, për juve, në bashkëpunim me fondin për garantimin e kredive, përmes dritarës për investimet diasporës, do të mbështesim deri në 100 milion euro investime të mërgatës që janë ndërmarrës. Pra shteti ynë, shteti juaj do të shërbej si bank për investimet e juaja në mënyrë që për dallim prej para 30 vjetëve, kur u kemi thënë sakrifikoni për të kontribuar, tash ju themi investoni për të fituar. Jemi duke e pritur edhe votimin për SEPA, Single European Payment Area, pra zona e pagesave me euro, që i ka 3 ligje. Ligji i parë ka kalu, ligji për bankët. Ligji i dytë për shërbimin e pagesave po ashtu ka kalu, po dashur bashkëdhetar, kur na u desht me e kalu edhe ligjin e tretë, në mënyrë që ju mos me i pagu 60 milion euro në vit transaksione për mbështetjen financiare që o bëni familjeve t'juja, bloku opozitor pa mundësoj 2/3 e pranishmëve dhe sot e kësaj dite nuk e kemi SEPA-n në funksion. Dhe a e dini cili ka qenë ky ligji i tretë? Ligji i tretë që ata nuk deshën të votojnë dhe na e pamundësun 2/3 e deputetëve të pranishëm. Është ligji për parandalimin e shpërlarjes parave. Pra, ligji për bankat kaloj, ligji për shërbimin e pagesave kaloj, ligji për parandalimin e shpërlarjes parave nuk kaloj, po me as 7 qershori, legjislaturën e 10 kalon edhe dhe kjo, edhe 60 milion euro do të kursehen me rastin e transakcioneve bankare që ju do t'i bëni. Tjetra, ne dim që ma e rëndësishme për juve është mësimi i gjuhës shqipe për familjarët, posaçërisht për fëmijët e juaj. Do të kemi kurrikull të dedikuar Kosovë, Shqipëri, bashkë, kudo që ka komunitet shqiptar të madh, tash që e kemi unifikuar edhe abetarën. Do të bëjmë në të gjitha ambasadat dhe konzulatat tona shërbime të digitalizuara, pra digitalizim i plot i shërbimeve konzulore. Dhe kthim me automatizëm i shtetësisë Kosovës për mërgjimtarët që e kanë humbur atë për shkak të kufizimeve edhe rrethonave. Ju jeni edhe të Zvicrës, edhe të Gjermanisë, edhe të Austrisë, edhe të Kosovës, edhe për herë shqiptar. Të dashur bashkëdhetar, partneri kryesor i Kosovës nga qeveritë e kaluara në rajon ishte Serbia. Tash me qeverinë tonë, partneri kryesor tregtar në rajon është Shqipëria
e në përgjithësi është Bashkimi Evropian e në veçanti Gjermania. Por kjo rritje ekonomike e ka të domosdoshme edhe drejtësinë. Pra, jo vetëm shpërndarje, rishpërndarje, por edhe drejtësinë. Drejtësinë, dashur qytetar, bashkëdhetar, ende nuk e kemi të drejtë. Drejtësinë Kosovë akoma e kemi të shtrembër. E në mandatin e ardhshëm duhet ta drejtojmë drejtësinë. Pra, jo vetëm lokomotivën edhe vagonat, por në mandatin e ardhshëm, i cili do t'jetë i hekurudhave me lokomotiva e vagona, edhe drejtësinë do t'a vendosim në binar. Për lokomotivën me vagona e kemi hekurudhën, për drejtësinë e kemi vettingun, prokurorinë e re speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Si që tha edhe Ylka, neve nuk ka punë që na lo. Neve vetëm mos puna e drejtësisë na lo. Po në mandatin e ardhshëm do ta drejtojmë drejtësinë e cila do të punoj kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit lartë, dhe qytetarët, kur t'i drejtohen pallatit të drejtësisë, të shkojnë aty me shpresë dhe besim, që do të dalin më të kënaqur se sa që shkuan. Sepse ligji duhet na bashkoj me barazin para ti, e jo të na ndaj në ata që janë të paprekshëm prej atyre që janë të pambrojtur. Me qeverinë tonë, ne zotohemi që në mandatin e ardhshëm pa tjetër për gjithë do të drejtojmë drejtësinë. Dhe drejtësia duhet vlej për gjithë. Ne kemi respekt për të gjithë ata, për secilin e secilin, që sakrifikuan e kontribuan për çlirimin e Kosovës, për bashkimin mbar e për pavarësinë e Republikës. Mirë po, çfarë do kontributi, çfarë do sakrifice që ka bërë cili do prej nesh, nuk është leje për korrupsion e për pasurim. Prandaj ne themi në çdo tubim, nuk ka edhe patriot edhe hajn. Ose patriot, ose hajn. Nuk ka edhe çlirimtar, edhe zullumçar. Ose çlirimtar, ose zullumçar. E ne jemi bashkë me juve për patriotët çlirimtar kundër hajnave zullumçar. E kur jemi të patriotizmi, kur jemi të patriotizmi, sonte dua t'u them dy gjëra që besoj se janë shumë të rëndësishme. E para, ne jemi për patriotizmin demokratik dhe emancipues, çlirues drejt barazisë me popujt e tjerë. Kundër nacionalizmit autoritar hegemonist. Pra, ati nacionalizmi i cili don të shfrytëzoj e të shtyp të tjerët. Pra, po patriotizmit demokratik, emancipues,
jo nacionalizmit hegemonist autoritar. Kjo është e para. Kjo është e para. E dyta, të dashur bashkëdhetar. E dyta, patriotizmi është punë, po patriotizmi është një punë që s'ka pushim. Nuk mund është me thonë, po pushoj bak. Se në këto vitet e mas luftës, fatkeqësisht kemi shembuj të dikujt i cili ka qenë patriot, na nuk e mohojnë, po mas ne i tha, po pushoj pak. E ju e dini sa i bjen pushimi? Pushimi i bjen korupcion. Prandaj, patriotizmi është punë pa pushim. Është punë që nuk ndalet, ashtu qysh nuk ndalet frymarrja. Deri në sekundat e fundit jetës. Dhe bile ju e dini këtë traditën e zakonin tonë, vazhdon edhe pak pas vdekjes, sepse shumë njerëz e lën amanet që arkivolin t'u ambulojnë me flamur kombëtar shqiptar. Pra, patriotizmi është punë e përditshme pa pushim dhe në këtë frymë është e domosdoshme që brezi i ardhshëm pas neve t'jenë më patriota se ne. Pra, nuk duhet që patriotizmi jonë i paqes ose i luftës, i rezistencës e i qëndresës, i zhvillimit e i përparimit, të jetë tavan për patriotizmin e brezit arshëm, por të jetë dysheme për patriotizmin e brezit arshëm, ku ata do të mund shkojnë më lartë se ne, po kurse si më poshtë se ne. E sot, ju e dini dashur qytetar, pjesëmarrës të këtij tubimi, që patriotizmi ne në Kosovë, si qytetar e si shoqëri, si zyrtar e si shtet, duhet ta dëshmojmë në radhë parë me fqinjen ton verior agresiv, që i ka kryer 4 gjenocide mbi popullin ton, që ky vitit 1998-99 është veç Imrami. Jënë edhe 3 para këtij për 150 vjetë. Gjenocidi i parë është rrotull paqes Shën Stefanit edhe Kongresit Berlinit 1875-1880. Gjenocidi i dytë është në luftrat ballkanike në fillim shekullit kaluar. Gjenocidi i tretë është në mes të shekullit kaluar, atëherë kur u çliruam nga nazifashizmi, por filluan pushkatimet e shqiptarëve, masakrat nga forcat serbo-jugoslave deri te masakra e Tivorit. Dhe gjenocidi i katërt është ky i vitit 1998-1999. Në Serbi duhet vi një ditë, një qeveri që i pranon këto 4 gjenocide, që e pranon Republikën e Pavarësinë e Kosovës dhe vetëm pastaj do të mund të kemi mirëbesim të vërtet, paqe të qëndrueshme dhe pajtim afatgjatë. E tash, pikrisht nga kjo situatë në të cilën ndodhemi ne, ku fqinji ynë verior, edhe i mohon krimet që i ka kryer, edhe s'na e njeh ekzistencën si shtet, ajo çfarë ka bërë qeveria jonë qysh në fillim? Ka ndaluar zgjedhjet dhe referendumet e Serbisë në territorin e Kosovës. A e dini të nderuar pjesëmarrës ti tubimi, sa pol zgjedhje i ka marrë Serbia mas luftës në Kosovë drejsa s'ka ardhur qeveria jonë? A e dini kush?
31 palë zgjedhje i ka mojt Serbia mas luftës në Kosovë drejt skarë qeveria jote. E prej këtyre 31 palë zgjedhjeve që i kanë mojt ata drejt skarë qeveria jonë, 8 prej tyne kanë qenë në Kosovën e pavarur. 3 referendume i ka mojt Serbia në teritorin e Kosovës, që nga çlirimi i vendit tonë, prej të cilave 2 para shpalljes pavarësisë e 1 mas shpalljes pavarësisë. Prej vitit 2021, e këtej 0 zgjedhje të Serbisë dhe 0 referendume të Serbisë në territorin e Republikës Kosovës. Ju e dini që në mandatin e kaluar kemi theksuar 5 çështje. Nonat, fëmijët, veriu, ushtria, bujqësia. Këto do të vazhdojnë gjitha. Këto gjitha do të vazhdojnë. Por tash në mandatin e ri do të përqendrohemi në sigurinë dhe rritjen energjetike të Republikës Kosovës. Konkretisht, në termocentralet e Kekut, po vazhdojnë investimet që sigurojnë operimin e tyre edhe për 20 vitet e ardhshme, do të arrisim kapacitetin e prodhimit dhe do të ulim ndotjen në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Termocentralit Kosova B, që po modernizohet, do t'ja shtojmë së paku 20% kapacitetin. Pastaj, filterët që do të vendosin aty, do ta ulin emetimin e pluhurit për 97%, dhe emitimin e oksideve të azotit për 75%, se e di që ju bashkëdhetar, kur vinin vendlinjën e juaj, ndotja që ekziston të ne, ju pengon shumë. Tjetra, njësitë e termocentralit Kosova A do të rehabilitohen thellësisht me një kapacitet shtesë prej 60%. Kapacitetin burime të ripërtrishme do të rritën së paku 3 fish prej aq sa i kemi sot, dhe vetëm nga projektet që tashmë janë në proces. E do t'i kemi së paku 305 MW kapacitetet të erës dhe 250 MW të diellit. Do t'a bëjmë ndërtimin e kapaciteteve bashkë me Shqipërinë, do të punojmë në gasifikimin e Qymyrit për prodhimin e energjisë, si dhe në impiontin për prodhimin e energjisë nga mbeturinat. E kemi sistemin e baterive me kapacitet 340 MWh, me mbështetjen e grantit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vlerë prej $202 milion, dhe që i ruan te prisat e energjisë, dhe gjithashtu kapacitetet energjike do të rriten për 100%, pjesëmarrja e burimeve të ripërtrishme, sidomos për familjet e bizneset e vogla, me rast 30% e energjisë do të mund të eksportohet dhe maksimalisht vetëm 7% do të kemi import. E pas funksionalizimit të bursës shqiptare, të energjisë Alpex në 2024, do të integrojmë tregun edhe me Maqedoninë e Veriut dhe me Greqinë, duke rritur konkurrencën e transparencën në tregtim të energjisë elektrike dhe duke i eliminuar ndërmjetësit në tregtim. Do ta kemi programin anë mban të transportit publik me trafikun urban dhe ndërurban të integruar me bilet vetëm 10 euro në muaj, sepse studimet kanë treguar që rinia në Kosovë shkon Prishtinë, em Prizren, em Prekaz, tash po shkojnë edhe Mitrovic, gjithnjë më shpesh. Po, për shembull, shumica dërmuese e rinisë nga Vitia nuk kanë qenë një stok kur, ose nga Kamenica nuk kanë qenë një unik kur, ose nga Dragoshi Shorri nuk kanë qenë kur në Lap. Prandaj kjo bileta integruar 10 euro në muaj do të mundsoj mobilitetin e popullsisë e në veçanti të rinisë. Arsimin publik.
arsimin publik e kemi bërë falës. Pra edhe për bachelor, edhe për master, arsimin publik e kemi bërë falës për gjitha nivelet, por tash e kemi filluar edhe bursën e mobilitetit. Sa ma largë që studiojnë studentët, aq ma shumë do të kenë mbështetje financiare. Për shembull, një student ose student i Kaçanikut, nëse shkon me studiu në Ferizaj, do ta ketë mbështetjen. Nëse shkon me studiu në Prishtinë, edhe më të madhe se është më larg. E nëse shkon me studiu në Mitrovic, edhe më shumë për shkak se është edhe më larg. Kjo është bursa e mobilitetit. 20 milion euro i kemi ndonë program, deri më tash janë paguar 3.2 milion euro për 8.000 studenta që kanë përfituar. Buxhetin për bursat studentëve do ta dyfishojmë. Për 4 vjetë qeverisje tonë, i kemi nda 18.000 bursa, 20 milion euro. Ata para neve, për 4 vjetë, 4.000 bursa, asë qerekun tonë. E në mandatin e arshëm, do të dyfishojmë edhe sasin e bursave, por edhe buxhetin për to. 40 milion euro për 36.000 bursa. Bursa do t'ju ndajmë edhe studentëve të kolegjeve private, pra jo vetëm të universiteteve publike. Pastaj, do të rishikojmë edhe rivlerësojmë plan programet në përshkolla, të dashur bashkëdhetar, në librat, në tekstet shkollore, ka mangësi edhe defekte. Fëmija sot nuk janë sikur se kur kemi qenë ne fëmijë. Janë më inteligjent se ne. Kemi tekstet vjetruara. Prandaj na duhet që t'i modernizojmë tekstet, disa t'i korrigjojmë e disa t'i rishkrujmë. Kemi fillu me gjuhë e matematik, do të vazhdojmë edhe me lëndët e tjera. Dhe digitalizim të materialeve shkollore, me qras fëmijëve në përshkolla nuk do t'ju blejmë tablete, por një tabel digitale, smartboard për gjithë klasën. Sepse kjo është shumë më mirë për përqendrimin edhe për thellimin e mendjes e zgjerimin e dijes për ta. Pastaj, për fëmijët me nevojat veçanta do të kemi në shkolla logopedin, psikologun dhe aktivitete sportive, rekreative. Në gjitha shkollat e vendit do të nisë programi mësimit gjithditor me art, sport dhe me internet të shpejt e falës. 16 profile i kemi të sistemit dual, që e kena mësu për juve që i thënë ju këtu Ausbildung. 16 profile i kemi, do t'i shtojmë edhe 10 profile tjera, deri më tani, 17 komuna, 32 shkolla profesionale, 2600 nxënës kanë marrë diploma. Për çdo diplomë shkolle, do të kemi një vend pune. Këtë e kemi mësuar jo prej librave të lexuar, po prej përvojës juaj dhe faleminderit shumë se qysh është në Zvicër, në Austri, në Gjermani, edhe në Evropën e përparuar, ne po e bëjmë lidhjen e tregut të punës me aftësimin profesional. Në shëndetësi, buxhetin për listën e bornave esenciale, kena gjetë 24 milion euro, tash është mbi 7 milion euro, do të shkojmë mbi 100 milion euro, dhe gjithashtu ta kemi edhe listën e bornave të rimbursueshme. Ashtu që nëse një qytetar në Kosovë shkon në barnatore private të blej ilaçin, mund të rimbursohet nëse ai ilaç i përket një liste të caktuar. Tash, prej fundit të prillit, para një muaji, e kemi kaluar në 2 leximet ligjin për sigurimet shëndetësore, do të filloj me sistemin informativ shëndetësor që kërkon punë dhe me njëherë më pastaj me sigurimet shëndetësore për qytetarët tonë. Do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik për gjitha llojet e analizave, do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovic edhe në Ferizaj, poliklinikat specialistike në Drenas, Sharr, Viti, Rahovec dhe Leposavić, e qysh do të duken këto poliklinika e keni në Podujev shembullin, modelin, si dhe poliklinika specialistike stomatologjike
në Prishtinë, Gjakov, Pej, Prizren, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj dhe Podujev. Çdo qytetar i Kosovës do ta ketë një check-up, një kontroll total një herë në vit, në mënyrë që të parandalojmë smundje dhe ta kemi parasysh gjendjen e përgjithshme të shëndetit publik në vendin tonë. Përveç 1 miliard për prodhimtarin në 4 vitet e ardhshme si garanci për kredi investive, do t'i kemi së paku 1 miliard euro shpenzime kapitale. Rekordi është viti i kaluar me 729 milion, para këtij është me 651 milion, para atij është me 547 milion, po vit pas viti kemi rekord të shpenzimeve kapitale. Në 4 vjeçarin e ardhshëm asnjë vit pa 1 miliard euro shpenzime, e këtu në këto 4 vite 4 miliard gjithsej, natyrisht hynë edhe 5 diga, parafërsisht 400 milion euro, Kuqican, Skënderaj, Pollotan, Podujev, Desivojcan, Kamenic, Firojan, Shtërps edhe Dragaqina në Suare. Do t'i ndërtojmë 20 stadiume për lojrat mesdhetare 2030, 500 milion euro partneritet publiko-privat për qendrën e skijimit Brezovica ku janë 3 hotele dhe gjithashtu do t'a ndërtojmë magjistralen e Dugaxhinit, qendrën turistike Dugaxhini dhe të gjitha rrugët që na i kanë lënë trashëgimi me probleme të shpronësisë, ne do t'i përfundojmë brenda këtij mandati e disa prej tyre edhe brenda këtij viti. Përveç se 1 miliard për investimet kapitale, të dashur qytetar, ne edhe 1 miliard euro do t'i ndajmë për 4 vitet e ardhshme për ushtrinë tonë. Do t'i ndajmë 1 miliard euro për shkak se duam të antarësohemi në NATO, dhe antarësimin e NATO të mos jetë veç antarësim si territor, po antarësim si ushtri, e cila edhe përfiton, por edhe kontribon në sigurinë e aleancës veriatlantike në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ky forcim i ushtrisë tonë është edhe amaneti i dëshmorëve të kombit, i luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ushtria shqiptare e Kosovës është e jashtëzakonshme, jo vetëm për neve si popull shqiptar. Është e jashtëzakonshme edhe për historinë e çlirimeve të popujve të tjerë anë mban botës. Së pari, ushtria shqiptare e Kosovës, financimin e saj e ka prej donacioneve të vogla, para së gjithash e mbi të gjitha të juve bashkëdhetar të dashur. Ushtria shqiptare e Kosovës është financuar nga klasa punëtore shqiptare. Është financuar nga të varfrit dhe shtresa e mesme në Kosovë dhe nga punëtorët tonë në diasporë, me donacionet vogla. Kjo është e jashtëzakonshme për çlirimin jo vetëm popullit tonë, por edhe për lufta shqiptare të popujve tjerë anë mban botës. Dhe elementi i dytë që e bën ushtrinë shqiptare të Kosovës shumë të veçantë, është se e ka një numër tepër të madh dëshmorëve në kufirin shqiptar të bajt armatim, të munu me pru armë e municion që me mujt me dek që është duhet në ballafaqim me forcat armike të servisë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta kemi armatimin dhe municionin tonë. E si vjet do të fillojmë edhe me prodhimin tonë.
Fundja ne blej nga aleatët tonë në treg armatim e municion, po ju e dini se si shkon puna e tregut edhe ndërmarsis. Njëherë blen, e mas ne di kur janë isë dhe prodhon vetë. Një ahoz Gjakovës, jëndo tashmë 140 hektar, është një zonë industriale e mbrojtjes, me një fabrik me pjesë përcjellëse 19 hektar, 500 metra e ka largë në vijë ajrore, aeroportin ushtarak të Gjakovës, 19 kilometra e ka Babajt Bogës largë, dhe aty si vjetë, fishekt e parë, 5,56 mm dhe 7,62 mm, do të prodhohen para vitit 3. E dashur bashkëdhetar, para qeverisjes tonë, fatkeqësisht Forca e Sigurisë Kosovës ka pas veç 2 lojtarëve, veç Glock edhe Heckler. Ma shumë ka pas armatim në Përoda, se sa në kazermat e FSK-s. Prandaj ne konsiderojmë që është domosdoshme prodhimi i armatimit për shkak të sakrificës së UÇK-s, për shkak të antarësimit që na duhet në NATO, po edhe për shkak të shembullit të luftës në Ukrainë. Pas agresionit rus në Ukrainë, përvoja tregoj që mund është me pas parën e dynjos, po kur armatimi dhe municionit vynë mas shumë të i bëvakis të ashet kërkush. Prandaj neve na duhet që ta kemi armatimin edhe municionin ton, dhe kjo natyrisht është pasi që Forcës Sigurisë Kosovës, që në vitin 2021 e kena gjetë me 2200 pjestar, ja kena shtu edhe 2700 pjestar. E kemi heq tavonin pej 5000 pjestarve të rregullt edhe 3000 rezerv, edhe e kemi ngrit moshën e rekrutimit prej 23 deri në 25 vjeç, të gjithë të interesuarit, 3 e 3 mund të inkuadrohen, 411 vajza i kemi e gra në Forcën e Sigurisë Kosovës, brenda mandatit 4 vjeçar do t'i bëjmë 1000. Do të mundsojmë edhe kalimin e profesionistëve ushtarak nga Mërgata, nga vendet aleate ku shërbejnë në Forcën e Sigurisë Kosovës, si dhe të profesionistëve ushtarak nga Shqipëria. Pra të gjithë ju që e keni kryer shërbimin ushtarak në Zvicër, jeni të mirëseardhur edhe në vendlinjën e juaj me përvojën e juaj. Bashkë me Shqipërinë do ta kemi një njësi të unifikuar të forcave të armatosura. FSK-ja edhe forcat armatosura të Republikës Shqipërisë, një njësi të përbashkët. Tash, prej 2 llojeve të armatimit që i kena pas, veç Glock edhe Heckler, i kemi 40 lloje të ndryshme të sistemeve të armatimit, duke përfshi 3 lloj të flukturakeve luftarake pa pilot, 4 lloje të sistemeve raketore antitank, 4 lloje të mortajave e shumë lloje të mitralerëve të lehtë të rënd, e sasi të mjaftueshme të pushve individuale, jo vetëm për pjesëtarët aktiv, por edhe për rezervën vullnetare që do ta kemi në mandatin e ardhshëm. Së fundmi, kemi blerë edhe sistemin ma modern të artillerisë mobile Hawkeye topa 105 mm dhe jemi në proces të blerjes edhe të helikopterve skifteri Z Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
me qëllim të kompletimit të flotës së transportit ushtarak, kemi bler kamiona Unimog nga Mercedesi, kamiona ushtarak Rheinmetall nga Gjermania, Humvee dhe autoblinda Guardian nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, karshi automjeteve luftarake turke Kobra dhe Vuran me mortoj 120 mm dhe me shënjestrim digital precis. Përveç sistemeve raketore antitank Javelin, tash i kemi edhe sistemin raketor antitank Omtash, Har-66 dhe Panzerfaust 3. Gjithashtu, fluturaket Bayraktar kanë edhe raketa antitank dhe antibunker me të cilat mund t'i godasim objektivat nga ajri. Ne tashmë të dashur bashkëdhetar, ua kemi bërë të padobishme gjithë flotën e tankeve dhe mjeteve të blinduara Serbisë. Gjatë kohës së okupimit, kur shpallej gjendja e jashtëzakonshme, por sidomos gjatë luftës, aseti kryesor i Serbisë për t'i penetruar vijat e frontit kanë qenë tankset. Sa e ka pas shumë tankse. Edhe mjetet të tjera të blinduara. Kjo është edhe arsyeja pse ata kanë vazhdu me investu gjithnjë më shumë në tankse dhe në automjetet blinduara. Për shembull, tankset e tyre 884 kanë qenë në Rusi për me i updateu, me i bo më moderne. Mirë po, me sistemin që e kemi ne tash, ato janë krejtësisht të padobishme për ta, veç sa ju shkaktojnë shpenzimet mirëmbajtjes. Sisoj, mbrojtja jonë nuk është vetëm e fortë, por është edhe e benqër. Ta shtrohet pyetja, a investon qeveria jonë me qef në ushtri e në armatim? Jo përbes. Kishim dashur që këto miliona t'i qojmë fusha tjera. Po, kur e ki kojshin e keq, do të me pas pushkën plot. Kur të bëhet kojshia i mirë, atëherë në rënë situata. Po desa djetë kojshia i keq, edhe neve na detyron që të investojmë në mbrojtje e siguri, jo veç të territorit edhe të popullit, po dhe të progresit tonë. 7 miliard ka qenë bruto produkti vendor në 2021. 12 miliard është si vjetë. Për çdo vit ja kanë ashtu ekonomisë tonë ka 1 miliard. A ma herët jë ndesh 3 vjetë për 1 miliard. Tash për çdo vit ka 1 miliard. Neve na duhet me mbrojtë edhe progresin tonë. Tash përpara në veri të Kosovës, kamionët i blokonin rrugët me barikada, e sot kamionët atje i shtrojnë rrugë me asfalt 3. Bin 100 km rrugë, për këtë mandat i kemi shtru atje. E tash të dashur bashkëdhetar, megjithatë nuk më anfton vetëm policia dhe ushtria. Në këtë mandat do ta kemi edhe gjandarmëri. Gjandarmëria e garanton luftimin e krimit organizuar që kalon kufirin, e bëhet transnacional. Ajo e lufton terrorizmin, e mbron infrastrukturën kritike. Ka shumë punë për të cilat, për siguri, policia është pak, e ushtria shumë, e gjandarmëria është taman. Prandaj edhe do ta kemi gjandarmërinë një ndër vendimet e para që do t'i marrim si qeveri e Republikës. E di që është thy rekordi i regjistrimit për të votuar për zgjedhjet e 7 qershorit. Kishte kalu 30.000 këtu në Zvicër. Unë ju falenderoj shumë për këtë angazhim që tashmë keni bërë. Por mos harroni
pas regjistrimit vjen votimi. Dhe të gjithë ju që jeni regjistruar për të votuar fizikisht në ambasadën konsulata, ju e keni 6 qershorin. Jeni dikun pak ma shumë se 5.000 vetë. Të gjithë ju të tjerët që jeni ma shumë se 25.000 vetë, duhet që deri me datën 5 qershor të votoni. Po mos e leni me 5 qershor, votoni sa ma herë. Ndërkaq të gjithë ju dashur bashkëdhetarë, që nuk jeni regjistruar për të votuar, juve ju mbetet që të vini fizikisht atje me 7 qershor. Pra, 7 qershori është data, e diel është dita si zakonisht, numri është i njëjtë, 116, 116, në anën e majtë të Fletës e keni lëvizjave të vendosje 116, në anën e djathtë i keni 110 numra, se cilë është ma mirë se tjetri, po përcaktojni për 10 prej tyne, ma shumë nuk bën, ma pak bën, po mas mirë të është 10, edhe leta kurorzojmë me një fitore mbi gjysmë milioni zemra të njerëzve që e kanë pulsin 116. Sepse qeverisja jonë, e cila ka shtrirë sundimin e ligjit sovranitetin shtetëror dhe integritetin territorial cep më cep, e cila ka garantuar siguri e ka shpërndar begati, e cila nuk lëshon pe kur për interesin e juj, kjo qeveri për mandatin arshëm 4 vjeqar, ka nevoj që gjithna, se cila e se cili, bashk, krejt për shtet, për një shtet që është për krejt. Pra, krejt për shtet, shtet për krejt. 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 E për krejt për shtet për krejt, 116 që t'ja pikën. Talenti i studentëve, dëshirat e rinis, ondrat e fëmijëve, djertha e punëtorëve, dashuria e prindërve, amaneti dëshmorëve, urtësia e pleqve, të gjithë thrasin bashk, krejt për shtet, shtet për krejt, lëvizjave të vendosi me partnerët e saj, 7 qershorit 2026, numri 116 është fitoria e re, historike, e jona, e juaja, për 4 vjetë me demokraci, mirëqenje e siguri për gjithë, pa përjashtuar asnjëri. Ne atje në Kosovë, tash po punojmë jo ditë e natë, po për çdo orë e minutë, që nesër 2 javë të festoj masivisht në çdo komunë të Kosovës për fitoren e Republikës. 116 dhe kur po punojmë ditë e natë për çdo orë e minutë, kjo do të thonë që po shkojmë shpejt, po shkojmë 116 km/h, se 120 është kufiri aty që lejo, 116 km/h, e ju e dini dashur bashkëdhetar që fatkeqësisht
i noti i vitit kaluar, i blokut opozitor, ka ro, po jo krejt, qysh ka me ro, sepse duhet me ro mas 7 qershore. E pra, e di që po na avonoj, por edhe ne nuk ndalemi. Unë jam kryeministër në detyrë, herë jam kryeministër në detyrë, e herë me detyrat kryeministre. Kena edhe presidente në detyrë. Ajo çka s'kemi është nuk kemi kuvend, nuk kemi parlament, po dhaja do të bëhet, veç se punët e shtetit, e funksionimi i qeverisë nuk ndalet asnjëherë. Unë edhe para se të vinë këtë tubim, bëj punë të zyres kryeministrit, sepse vazhdimisht duhet të marrim vendime e të bëjmë ekzekutime. Prandaj, me neve jeni ndurë të sigurta. Ne, se ka fushat, nuk do të thotë që pushon qeveria, por punët tona që nuk ndalen, janë shtu edhe punët e fushatës për fitoren e radhës. Tash unë e di pse po duan të na vonojnë. Po duan të na vonojnë se e kanë shumë brehalçat byron për konfiskimin e pasurisë pa historike. Ato e kanë shumë hall. Por për bes, nuk mund është bre hektarin e tokës Kosovës që është la me djerë se gjak me ble me 50 euro e me menu që bote jotja. Nuk mund është një orin tokë në Kosovë me pagu 3 euro e me menu që boshe jotja. Populli jonë e ka një fjallë turë, ajo që është e huja, në këtë rast nuk është e huja, po është e krejt popullit, edhe e brezave që vinë pas nesh, edhe e fmive që s'kan lind hala, kur nuk do të bëhet e disave. E byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme do të veproj se zbën në mandatin që vjen. Pra, do të kthejmë cent më cent gjithë pasurinë e kesh përdorur në buxhetin e shtetit. Prandaj, kjo fitoria jonë është edhe gërshër për korupcionin dhe zhvatjen e tyre. E natyrisht, ky vonim që po e bëjnë, është si kura i njeriu i etur që mundohet me shu etjen me ujë të kriposur deti. Sa ma shumë që pin, qaq ma shumë e shtohet. Nuk është zgjidhja jo. Pra, veç vonim se pështim s'ka. Ky vonimi që po dëshirojnë na e bojnë bloku opozitor, nënkupton që ne duhet të angazhohemi e të arrisim shpejtësinë më parë e më shumë se kurdoherë tjetër. Konkretisht, a dini çka do të thonë që ky numri 116? Numri 116 i bjen prej të parës me qitë në gjashtën. Andaj, në këto 2 javë, prej të parës në gjashtën dhe fitoria është e jona, fitues është lëvizja vetëvendosje, numri 116. Faleminderit shumë për mbështetjen, vëmendjen dhe pjesëmarrjen tuaj sonte, jo vetëm sonte, po çdo herë në tubimet tona ku e kemi këtë mikpritje madhështore e kaq për zemër. Faleminderit e mirupafshim.
Faleminderit shumë kryeministër. Tani pas fjalimeve ju ftojmë të qëndroni me ne me shoqërim, me valle, me muzikë për të vazhduar këtë mbrëmje me frym bashkimi dhe gëzimi. Ftojmë në skenë Shkolla Shqiptare e Vallëzimit Shota nga Zvicra.